Këto ditë u mbajt finalja e klubit leximor Bashkimi në Shkup, një projekt i realizuar në kuadër të shoqatës kulturore Vizioni Em, një garë diturie ku nxënës nga disa shkolla fillore u përballën në gara të dijes dhe leximit. Pjesë e garës ishin nxënësit e shkollës fillore Liria dhe shkollës fillore Penko, të cilët prezantuan njohuritë e fituara nga librat e lexuar gjatë projektit 5 mujor. Para një auditori më të gjerë të përbërë nga drejtor shkollash, arsimtar, prindër dhe nxënës. Ky projekt nuk ishte vetëm një garë për një nismë edukative që synon të krijojë tek fëmijët shprehinë e leximit dhe lidhjen e vazhdueshme me librin, sidomos në kohët e sotme kur dashuria për të lexuar nuk është më si më parë. Kjo është edhe arsyeja për mbajtjen e këtyre garave përmes të cilave organizatorët duan që shprehinë e leximit ta kthejnë sërish tek më të vegjëlit me dëshirën që e njëjta tu zgjas gjithë jetës. Sipas tyre, leximi është një platformë që na bën të rritemi së bashku, ku formosohen idetë tona dhe ku fjalët ndërtojnë ura të pakthyeshme mes njerëzve dhe fantazisë pa kufi. Themeluam klubin e leximit Bashkimi, qëllimi ynë nuk ishte thjesht të lexonim disa libra, por të vendosëm një tull në ndërtimin e një brezi që analizon dhe vendos leximin në qendër të jetës. Klubi i leximit Bashkimi nuk është vetëm një vend ku lexohen libra. Ai është një platformë ku ne rritemi së bashku, ku formsohen idetë tona dhe ku fjalët ndërtojnë ura të pakthyeshme mes njerëzve. Me një falënderim të veçantë dhe mirënjohje të përzemërt, ky fjalim i dedikohet ideatorit dhe themeluesit ton, i cili ka qenë gjithmonë pranë nesh me mbështetjen e tij të pakursyer, vizionin frymëzues dhe motivimin e vazhdueshëm. Me respekt dhe mirënjohje të thellë për docent doktor Elisa Ismaili. Së pari dëshiroj të falenderoj drejtorët e shkollave tona, të cilët mundësuan jetësimin e këtij projekti produktiv dhe të dobishëm, po ashtu falenderoj përzemërsisht mësuesit tanë që mbështetën këtë iniciativë dhe udhëhoqën në çdo hap. Ju jeni heronjtë e heshtur që u jepni këto fitane dhe u jepni atyre drejtim. Padyshim, një falënderim i veçantë ju shkon edhe anëtarëve të shoqatës tonë, të cilët punuan me përpikëri në çdo fazë organizimit për të siguruar që gjithçka të shkonte në mënyrë të përsosur. Në emër të klubit leximit Bashkimi dhe shoqatës kulturore Vizioni Em ju falenderoj për pjesëmarrje dhe për kushtimin tuaj. Uroj që ky udhëtim i leximit të vazhdojë të rritet dhe të forcohet në vitet e ardhshme. Kryetari i shoqatës Taxhudin Shabani thekson rëndësinë e leximit dhe fuqinë që libri ka në edukimin e fëmijëve, vlera e së cilës kohëve të fundit është zbehur përballë teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Të nderuar nxënës, prindër, mësues, aktivistë, organizatorë të kësaj ngjarje, jo edhe ashtu të zakonshme që mes tjerës është gravur e gdhendur në mesin e një kaosi, në mesin e informacioneve dhe dinamikave lodhëse, që sot një njeri individ, qoftë ai moshës së re apo të vjetër, ballafaqohet me sfidën e mbijetesës për një jetë më të qetë, më kreative dhe më produktive, ku shpirti pikësisht e parë do jetë më i kthjellët, ku jeta do të jetë më e balancuar dhe më normale. Unë nuk dua të flas për rëndësinë e librit, sa kam dëshirë të flas për rreziqet e mosleximit të librit. Dua të flas për shkputjet dhe mospërfilljen e gjës më produktive që Zoti ja ka dhënë si dhunti njeriut. Ajo dhunti është që të zbulojë për mbledhjen e dijes në mes dy kapakëve, apo siç i njohim ne mes dy kopertinave. Urtësia që trashëgohet dhe është trashëguar në brezat e njerëzimit është shpikja e shkrimit, dijes, duke i vënë mes dy kapakëve dhe ky produkt është më njerëzori që njeriu ka prodhuar. E kjo quhet libër. Ku jo rastësisht simbolika e librave në kupton edhe dijen që Zoti ju ka shpallur edhe profetëve nëpërmjet librit. Nuk është e rastësishme që truri njerëzor, dija njerëzore, është trashëguar nëpërmjet librit. Andaj sot jemi në këtë kohë të frikshme që ky produkt i dijes, kjo dhunti e dijes të zhduket në kohën e digitalizimit. Në kohën kur forma e trashëguar e dijes po zaventësohet me disa vegla dhe makina të çuditshme dhe jo të përshtatshme për natyrshmërinë njerëzore. Nuk di këtu a shënon, okay. Pak do bëj një farë digresioni. Do thotë shtëpia botuese Logosa nga viti para 2000-tave ka filluar me projektin e lektyrave. Unë kyçem në Logosa prej 2002-s. Do thotë nëse flasim për librin, nocioni i çështjes librit për ne, qofshin organizata rinore, qofshin organizata humanitare, thelbi kryesor për ne është shtëpia botuese Logosa. Do thotë promotori kryesor, misionin më profetik që e ka pas, do thotë vetë
Logos aja është ajo simbolika me të cilën ne identifikohemi me librin. Dhe në atë kohë, unë u angazhova si redaktor 2002 do të flas. U angazhova si redaktor në bibliotekën e Filizat, pra biblioteka Filizat quhet biblioteka e cila i ka për obligim librat për fëmijë. Dhe në këtë kohë doni bëjmë një lloj tip përshtatje se si libri të jetë më i afërt për fëmijët. Do thotë, aspekti psikologjik i përshtatjes së librit ndaj fëmijëve, edhe kjo është një lloj tip shkence në vete. Nëse nuk ka përshtatje të bukur mes tekstit dhe fotografive të ilustruara të librit, ai libër nuk është i afërt për fëmijë. Do të gjitha këto analiza që i kemi pas bë atëherë, kemi bë se si të krijojmë një lloj tip produkti të librit, i cili do jetë më i përshtatshëm për fëmijët. Në këtë fazë, Logosaja fillon me librin e tekstit shkollor, nuk di më a vazhdojnë ende ato librat e teksteve shkollore që janë në shkollat fillore, pa dhe të mesme. Dhe në atë kohë e kemi bë përpjekjen maksimale që të jemi më të përshtatshëm për moshën e fëmijëve, për psikologjinë e fëmijëve, që libri të jetë më i përshtatshëm për ta. Të jesh pjesë e një projekti klubi i librit bashkimi me këtë gjeneratë e cila do jetë edhe më e çuditshme për njerëzimin, gjeneratë e cila quhet sipas shkencëtarëve që studiojnë zhvillim njerëzor si gjenerata alfa. Ne ende nuk dimë se çfarë na pret. Ende jemi në diapazonin e të panjohurës, e sfidës që shtektimi e rrugtimi është i panjohur. Shkenca e mjekësisë fatkeqësisht u prodhon terminologji të reja të smundjeve që hasën me këto gjenerata. Në enciklopeditë e mjekësisë regjistron smundje të reja teknologjike në këtë kohë dhe me gjeneratat e fëmijëve tanë. A thua vallë jemi në rrugën e duhur që përmirësimi, zhvillimi i shëndoshit i fëmijëve tanë është duke ecur me hapa të sigurta apo është duke ecur me hapa të frikshme. Këto sfida ne duhet t'i mbajmë mbi supet tona si një përgjegjësi morale dhe përgjegjësi ndërgjegjësore, nëse nuk reagojmë në kohë dhe në vend të duhur. Ky projekt është një margaritar që sokollin me gjithë forcën që ka, ku vëmendshmëria ju rekët prindërve, arsimtarve, përgjegjësit të institucioneve shkollor, po pse jo edhe institucioneve politike e qeveritare të shtetit tonë. Nuk mundemi të krijojmë gjenerata të shëndosha për të ardhmen nëse nuk punojmë seriozisht me sfidat e reja, sidomos nga bota digjitale dhe teknologjitë e saj. Është pashtu sfidë e re se si do t'i ngërthejmë këto gjenerata, këto vegla që për ne janë mjaft të çuditshme për gjeneratën tonë, por për ata mjaft të rëndomta dhe të mjaftueshme për jetën e tyre. Këtu kemi një lloj dallimi, anakronizmi shumë të madh në dallëshmërinë e perceptimit tonë se si i shohim ne gjërat e si i shohin gjeneratët e reja gjërat. Ku do të jetë ai kompromis, ai bashkimi, ai afrimi me dozën e urtësisë që kjo dallëshmëri të shkrihet dhe të merr kahje pozitive, por edhe të shëndoshtë të ardhmen. Çdo herë ka pas ndeshje gjeneratave. Por konstatimet dhe analizat e sotit thonë që dallëshmëria mes gjeneratave në mendësi, në perceptim, në veprim, asnjëherë nuk ka qenë kaq e dallueshme në histori njerëzore siç është sot. Pra nëse unë kam pas një lloj dallimi mes babës tim, sot analizohet as shumë thellë sa që fëmia im ka më tepërmi dallim nga mendësia ime në histori njerëzore. Pra asnjëherë nuk ka has historia njerëzore kaq dallueshmëri mes gjeneratave, siç është tash. Pra ne që jemi shkolla e vjetër, shumë pak i kuptojmë këto gjeneratat e reja. E sidomos këtë gjeneratët të cilët janë të lindur pas 2012-s, të cilët shkencëtarët i emërojnë me një fjalë si gjenerata alfa. Kërcimet e mëdha teknologjike, inteligjenca artificiale, dominimi i madh i rrjeteve sociale, të cilat sot e determinojnë sjelljen tonë njerëzore, dhe se produktet të tilla janë bërë të domosdoshme, dhe se instinktivisht me një automatizëm parashtrohet pyetja, sa janë të dobishme. Në bazë të rezultateve afatshkurta, sipas analizave rezultohet se janë shumë pak shpresdhënëse. Menjëherë shkencëtarët apo njerëzit e mençur u shqetësuar për pasojat negative të reflektimeve teknologjike ndaj njerëzimit. U konstatua se sot njeriu është shumë më shumë i vetmuar dhe individ me dozë e përmasa të mëdha egoiste se sa në kohën e kaluar.
Sot komunikimi virtual fatkeqësisht e zavendësoi komunikimin fizik mes njerëzve. Sot vëmendshmëria apo empatia fizike mes neve u zavendësua me vëmendshmëri virale, që thonë është bërë shumë virale, apo? Në rrjetet sociale. Sot dashuria njerëzore fizike u zavendësua me dashurinë simulative dhe teknologjike. Sipas shkencëtarëve, sot përquheshi thelbësor me anë të formave të komunikimit simulativ. Pra, ne që përdorim WhatsAppin, Viberin, forma tjera të komunikimit, shkencëtarët kanë bërë një lloj analize se gjatë komunikimit tonë reciprok, mesatarisht 30% depërton e vërteta. Dhe ajo me të cilët ti ke për qëllim t'i japsh si mesazh tjetrët. Pra 70% që është krejt diçka e huqur me të cilën ende nuk dim se si do jetë. Por në këtë fazë, në këtë kohë, kur komunikimi jonë, jo fizik, por simulativ, përqindja e vërtetës sipas shkencëtarëve është vetëm 30%. Deri dje, respekti, obligimet shtëpiake, obligimet shkollore, obligimet si qytetari një veti kanë qenë shumë më të drejtë për drejta sa në ditët e sotit. Kurse në këtë botë të teknologjisë ka humbur sensi i shpërive njerëzore. Libri, dia, kultura, urtësia, morali, obligimi ndërgjegjësor, njerëzilloku është misioni jonë parësor. Qoftë si shoqëri organizuar, qoftë si kump misionar, që duhet shpërndarë në përret aktiviteteve dhe projekteve tona. Ne nuk do të ndalim asnjëherë që të mësojmë edhe ne se si duhet të golltitet e vërteta dhe kjo e vërtetë të reflektojë në punët tona, në zemrat tona dhe në shpirtrat tona. Ju falenderoj nga zemra dhe njëkohësisht kërkojmë ndihmën e juaj. Ne kërkojmë që ju të jeni pranë fëmijëve tuaj sa më shumë. Ne kërkojmë dhe themi ejani të bëjmë punët e hajrit së bashku që fëmijët tanë mos na i merr rrëkeja e quajtur teknologji virtuale, që mos të bëhen jetët e tyre sterë të errta, por shëndrisin si dielli që ka falë Zoti. Ju falenderoj shumë dhe mirupafshim në projekte tjera. Edhe një postscriptum, pra ju dëshiroj shumë suksese të gjithë garuzëve, por du të ceki një falloj rikthimi tem fëmijëror se unë jam nxënës i shkollës Liria. Unë kam... Pra, ndoshta jam tifoz pak kështu me vetdije në ndërdije për Lirinë, për shkak se fëmëria ime ka kaluar në ato borin e Lirisë. Do të lojrat e mia me të cilën s'kemi pas në atë kohën e telefona, po ja kam luajtur futboll, me shokët e mi ja kemi luajtur servis aty, do thotë vitet e 80-ta unë i kam kaluar në oborin e shkollës Liria dhe kam një me për zemër. Andaj të gjithëve ju dëshiroj sukses në gara dhe sukses në jetën e juaj. Gjatë pyetjeve dhe sfidave të ndryshme nga librat e lexuar nuk munguan emocione, duartrokitje dhe gëzimi i nxënësve të cilët dëshmuan njohurinë dhe dashurinë e tyre për librin. Pyetja e parë është nga libri Ditari i jetës së shkurtër, përgjegjësia. Pyetja është kështu: pse jeta vendosi të mbjell fidan? Jeta shka që dëgjon gjyshin dhe gjyshin kur flasin për të kaluar në tyre. Dhe gjyshin e thot, pse njeriu jeton në tokë nëse nuk do të mbjell fidan? Atëherë unë këtë përgjigje nuk mund që ta përsëris prapë, po më ngel vetëm që të pyes a je dakord me përgjigjen? Okej, në rregull, mund të hapim përgjigjen. Jeta shpesh i dëgjon gjyshin dhe gjyshin kur flasin për të kaluarën e tyre, dhe gjyshja e këshillon pse njeriu jeton në tokë kot, nëse në të nuk mbjell fidan. Ashtu si e thash edhe në fillim, vlerësimi do të jetë total në komision, ne vetëm se do të vazhdojmë me pyetjet me radhë. Pyetja e dytë është nga libri Dy drama. Pyetja është kështu: çfarë tregohet në prologun e dramës Agimesha? Në prolog marrin pjesë disa fëmijë, kur njëri nga fëmijët Bekimi lexon librin dhe gjen fjalën Agimesha dhe lexon përmbajtjen. Është përgjigje e të përfundimtare? Në rregull, atëherë mund që ta shohim përgjigjen. Në prolog marrin pjesë disa fëmijë, ku njëri nga fëmijët Bekimi lexon libër, ku gjen fjalën Agimesha dhe e lexon përmbajtjen. Pyetja e tretë është nga libri Sarajt e Bardha. Në cilin vit është botuar romani? Le të filloj koha. Romani është botuar në vitin 1972.
Është përgjigje jote përfundimtare? Në rregull, atëherë mund ta shohim përgjigjen. Ky roman u botua në vitin 1972. Pyetja e parë është nga libri Shpella e Piratëve, ku thot: ku dhe kur lindi Petro Marko? Le të filloj koha. Petro Marko lindi në vitin 1913 në dëmit e Himaros. Është përgjigje jote përfundimtare? Atëherë mund të shohim përgjigjen. Petro Marko lindi në vitin 1913 në fshatin Zadrim të Himarës. Pyetja e dytë është nga libri Sarajt e Bardha, ku thot: kur dhe kur ka lindur Vehbi Kikaj? Vehbi Kikaj lindi në vitin 1942 në garet në Lopës të Poshtën. Okej, është përgjigje jote përfundimtare? Mirë, atëherë mund të shohim përgjigjen. Vehbi Kikaj lindi në vitin 1942 në Lopës të Poshtën. Pyetja e tretë është nga libri Dy Drama, ku thot: ku dhe kur lindi Abdulaziz Islami? Le të filloj koha. Abdulaziz Islami lindi në garet e Dogës në vitin 1932. Është përgjigje jote përfundimtare? Atëherë mund të shohim përgjigjen. Abdulaziz Islami lindi në vitin 1930 në fshatin Gajre të Tetovës. Në fund të aktivitetit u ndan mirënjohje për pjesëmarrësit. Klubi Leximor Bashkimi do të vazhdojë me aktivitete të ngjashme në shërbim të dijes dhe edukimit të rinjeve.